Kategoria e parë njeh shortin për sezonin e ri futbollistik. Flamurtari dhe Oriku sezonin e ri e nisin në transfer. Kështu Federata Shqiptare e Futbollit ka hedhur shortin për sezonin e ri futbollistik 2026-2027 në kategorinë e parë, e cila do të startojë zyrtarisht më 5 shtator. Këtë sezon në kategorinë e parë do të garojnë dhe 2 skuadrat vlonjate, Flamurtari dhe Oriku. Flamurtari rikthehet në kategorinë e parë duke rënë një kategori më poshtë pas vetëm një sezoni në elitën e futbollit shqiptar, ndërsa Oriku ngjitet në kategorinë e parë pas 2 sezonesh mungesë. Sipas shortit të hedhur, të dyja skuadrat do ta nisin sezonin në transfer. Flamurtari do të udhëtojë drejt Kavajës, ku do të përballet me Besën, ndërsa Oriku do të luajë në Peshkopi përballë Korabit. Ndërkohë derbi mes Orikut dhe Flamurtarit do të zhvillohet në javën e 6 në fushën sportive të Orikumit. Kampionati i kategorisë së parë pritet të mbyllet në muajin maj. Në këtë kategori do të garojnë 12 ekipet dhe konkurenca pritet të jetë mjaft e fortë, me skuadrat që do të luftojnë për objektivat e tyre gjatë gjithë sezonit.